Shikues të nderuar, ju përshëndes, jemi në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra, ku ndër të tjera sot do të keni mundësinë të ndiqni. Vendimi për ndalimin e monopatinave dhe skuterave elektrika prekur edhe qytetin e Gjirokastrës. Mjetet që për shumë qytetari ishin kthyer në një mënyrë të lirë, ekologjike dhe praktike për të lëvizur, tashmë nuk lejohen më në rrugë. Sektori tatim taksave nëpërmet ka realizuar 85% të planit të ardhurave për periudhën janar-shtator. Drejtoresha Etleva Myftari apelon tek bizneset e vogla dhe qytetarët për të shlyer detyrimet, duke paralajmëruar masa ligjore ndaj debitorëve. Mbrojtja e hapësirës është kaos, ka qenë kjo tema e një tryeze të organizuar në Sarandë, ku në fokus ishte butrindi dhe sfidat e menaxhimit të zonave të mbrojtura. Pjesëmarrësit evidentuan kërcënimet si paksimin e sipërfaqeve buferike, projektet ndërtimore, gjuetin e pakontrolluar dhe mbivendosjen e kompetencave institucionale, që shpesh kufizon veprimin e pushtetit vendor. Prodhimi i shegës në Gjirokastër është më i mirë vitet e fundit. Frutat janë plotësisht të pjekura dhe gati për vjelje. Fermeri Beqir Gjika, që kultivon 2 varietete shege në 2 hektar tokë, tekson cilësinë e lartë të frutit, por përballet me sfida si mungesa e fuqisë punëtore dhe tregu i pasigurt. Ju njohim tani më gjërësisht. Publikohen emrat e 28 këngëtarëve që do të marrin pjesë në festivalin e 64 të këngës në radio-televizionin shqiptar. Aplikuan 120 artistë, ndërkohë që komisioni përzgjodhi 28 këngëtarë ku mes tyre ka emra të njohur të muzikës, por edhe të rinj të talentuar. Komisioni përzgjedhës për kualifikimin e këngëve pjesëmarrëse në festivalin e 64 të këngës në radio-televizionin shqiptar ka shpallur listën e artistëve pjesëmarrës, duke rikthyer në skenë emra të njohur të muzikës shqiptare, por edhe artistë të rinj. Pasi kanë dëgjuar dhe analizuar 120 krijime muzikore të mbërritura në radio-televizionin publik shqiptar, komisioni ka përzgjedhur 28 këngët që do të garojnë për çmimet e këtij festivali dhe për të përfaqësuar këtë vit Shqipërinë në Eurovision. Tufarm, Alice, Egzon Pireci, Endri Kaçaçi, Engjina Sufi, Eran Sojli, Erik Loshi, Evi Reçi, Fifi dhe Tiri Gjoci, Frensi, Gerta Mahmutaj, Giti, Gresa Gjocera dhe Bledi Kaso, Inis Neziri, Kamela Islamaj, Kimi, Kleansa Susaj, Lorenz Hasrama, Luna Çausholli, Malvina Likaj, Rezarta Smaja, Rigersa Loka, Sara Kapo, Saviana Vjerdha, Sheila, Sihana Haxhnikaj, Trix, Vedata Deme. Gjatë muajit nëntor pritet të publikohen edhe këngët konkurruese të artistëve pjesëmarrës, duke i dhënë publikut mundësinë të njihen më herët me krijimet e tyre muzikore. Me një përzierje të stilit tradicional dhe modern, festivali i fundvitit në radio-televizionin shqiptar mbetet pa diskutim ngjarja më e madhe muzikore e vitit. Vendimi për ndalimin e monopatinave dhe skuterave elektrik ka prekur edhe qytetin e Gjirokastrës. Mjetet që për shumë qytetari ishin kthyer në një mënyrë të lirë, ekologjike dhe praktike për të lëvizur, tashmë nuk lejohen në rrugë. Kjo ka ndarë opinionin publik mes tyre që e shohin si një masë të nevojshme për sigurinë dhe atyre që ndihen të penalizuar nga mungesa alternative e transportit. Pas shtimit të rasteve të aksidenteve që përfshin skutera dhe monopatinat elektrike, qeveria ka vendosur ndalimin e përdorimit të tyre në rrugët e vendit. Vendimi po zbatohet edhe në qarkun e Gjirokastrës. Qytetarët ndahen në mendime për këtë mas, teksa një pjesë e shohin si të nevojshme për rritjen e sigurisë, ndërsa të tjerë kërkojnë rregulla më të qarta që të mos ndëshkohen përdoruesit e kujdesshëm. Mendoj që është një vendim i drejtë. Në shumë raste kanë qenë burim aksidenti, sidomos për shoferët. Nuk ndjekin rregullat e sigurisë, ashtu që duhet marrë një veprim. Mendoj se nuk janë të gjithë që nuk i ndjekin rregullat, por shumica po. Po tani rrezik është ajo, po ideja është që ka njerëz që duan të ikin në punë, mund ta kenë larg edhe të marrin masa mbrojtëse, po jo fare tip ndalojmë. Shumë mirë ka bërë që e ka hequr. Mendoni se ishin rrezik për aksidentët? Ishin rrezik për aksidentët. Shumë rrezik për aksidentët. Të gjithë ndoshta si keq përdorin, po ata që keq përdorin krijonin shumë rrezik për njerëzit. Vendimi i qeverisë nuk na u duke i drejtë, për arsye se ka shumë njerëz që shkojnë në punë, në shkollë dhe përdoret për shumë gjëra. Pastaj ajo mund të bëjë dhe me gjob ose mendoj një gjë tjetër, nuk ishte zgjidhje direkte ishte.
Ndërsa qeveria synon në rritjen e sigurisë rrugore, ndalimi i monopatinave ka ndarë mendimet e qytetarëve. Ata kërkojnë më shumë siguri në rrugë, por edhe rregulla të qarta për përdorimin e mjeteve moderne të transportit. Sektori tatim taksave nëpërmjet ka realizuar 85% të planit të ardhurave për periudhën janar-shtator. Drejtoresha e Tleva Myftari apelon tek bizneset e vogla dhe qytetarët për shlyerjen e detyrimeve, duke paralajmëruar masa ligjore ndaj debitorëve. Rritja e turizmit ka kontribuar në rritjen e qëndrueshme të ardhurave për bashkinë. Sektori tatim taksave nëpërmjet ka përmbushur 85% të planit të ardhurave për periudhën janar-shtator. Drejtoresha e Tleva Myftari e cilëson këtë një tregues pozitiv, por thekson se sfidë mbeten kryesisht bizneset e vogla, të cilat ende nuk kanë shlyer detyrimet ndaj bashkisë. Krahasuar me periudhën e vitit të kaluar, jemi shumë herë më mirë. Kemi kaluar aty te 140%. Vjeljen e të ardhurave. Konkretisht kemi aktiv 120 subjekt të cilët kanë detyrimet pashlyera. Por kemi edhe debitor të tjerë të cilët i kanë mbyllur aktivitetin e tyre dhe nuk ndodhen të pranishëm në qytet, të cilët edhe po i evidentojmë duke gjetur mënyra se si mund të mbledhin këto detyrimet prapambetura. Për vitin 2025, për mos thënë dhe viti 2024, vjelja e të ardhurave ka qenë goxha e mirë me Shahu i Sjellsin, edhe derdhja nga Shahu i Sjellsi po ka qenë prapë e mirë, na kanë derdhur në kohë vjeljen e detyrimeve. Myftari bën me dije se në rast të mospagesës do të ndërmerren masa ndaj debitorëve në përputhje me ligjin. Ka kaluar afatet kohore, në të cilat të gjitha subjektet duhet ishin paraqitur për të shlyer detyrimet. Ka mbaruar dhe afatet dhe neve mos të vazhdojmë pastaj me të ndërmarrim edhe hapa, të cilat na i dikton vetë ligji, masat shtrënguese, të cilat janë deri edhe te bllokimet e llogarive. Deri më sot neve kemi arritur që për të gjitha ata subjekte që kanë llogari bankare në bankat e nivelit të dytë. Zhvillimi i turizmit ka ndikuar në rritjen e bizneseve në zonë, duke sjellë një rritje të qëndrueshme të ardhurave për bashki. Në segmentin Gjirokastër Kakavi, kthesat që kalojnë pranë disa fshatrave të Dropullit vijojnë të jenë një rrezik i përhershëm për jetën e banorëve. Pavarësisht ndërhyrjeve në infrastrukturë, mungesa e sinjalistikës dhe pamundësia për të lëvizur me siguri po shqetëson komunitetin lokal. Segmenti rrugor Dervician Kakavi, me një gjatësi 25 km, u rikonstruktua para 24 vitesh, në prag të zgjedhjeve parlamentare të vitit 2001. Madje, me kontributin e firmës ndërtuese të këtij segmenti rrugor, u asfaltuan në atë periudhë kohore hyrjet e disa fshatrave të Dropullit sipër dhe të Dropullit poshtë. Në atë periudhë kohore ky investim konsideruar një augur i mbar për zhvillimin ekonomik të Dropullit, të Gjirokastrës dhe Mungjer, pasi shkëmbimet ekonomike me shtetin fqinj Greqin kryeshin nëpërmjet pikës doganore të Kakavijes. Me kalimin e viteve u evidentuan disa probleme në qarkullimin rrugor, domos në kthesat e disa fshatrave të Dropullit, ku rrezikohej jeta e banorëve, e kalimtarëve, kryesisht e pasagerëve të linjave urbane dhe interurbane. Vetëm fshati Grapsh në Dropullin e poshtëm ka vajtuar 2 viktima, pasagerë autobusi që vinin nga Greqia. Një djalë i ri 26 vjet në gjysmën e dekadës kaluar dhe një grua 70 vjeçare vetëm para pak javësh. Shkaku? Janë lejuar hyrje dhe dalje të palikshme në këtë fshat, aty ku edhe autobusat e linjëve Greqi-Shqipëri apo Anasjeltas presin pasagerët dhe i çojnë si kamikaz në rrotat e automjeteve që ecën me shpejtësi në mes të errësirës. Po si mund të harrohet vdekja e një fermeri në Lule të Rinis, vetëm disa metra para kthesës së fshatit të tij, Kakavi, në orë të mbrëmjes para 2-3 viteve? Një rast tjetër me pasojë vdekjen e pasagerit kalimtar nga fshati Bodrisht, i Dropullit sipër, ndodhi në kthesën e fshatit Bulerat para pak vitesh. Ndërkohë, pasageri janë në frashta të Dropullit poshtëm ishte më me fat. Shpëtoi jetën, por ngali me pasoja të rënda shëndetësore. Autoriteti rrugor rajonal i Gjirokastër ndriçoi para disa muajsh kthesat e rrugëve të 10 fshatrave të Dropullit, por në segmentin rrugor Dervician Kakavi janë gjithsej 18 kthesa. Situata bëhet më e ndërlikuar, pasi nuk mund të ndriçoheshin hyrje dhe dalje të jashtëligjshme të fshatrave, të cilat janë akoma dhe sot funksionale në rrësit të plot gjatë orëve të natës. Natyrisht janë shumë aksidente të tjera me pasojë vdekjen e bashkëtetasve tan, kalimtarëve, të cilët nuk ishin banor të Dropullit, vinin nga bashkiet qenje të qarkut Gjirokastrës dhe jo vetëm. Gjithashtu, pjesa më e madhe e nënkalimeve për kafshët në rrugën nacionale që përshkon fshatat e Dropullit nuk janë përdorur nga blegtorët dhe fermerët e zonës. Si rrjedhim, shtohet rreziku i aksidenteve me pasojë dëmtimin e kafshëve,
por edhe të vetë blegtorëve. Rastet me vdekje si pasojë aksidenteve rrugore në segmentin e rrugës kombëtare Gjirokastër-Kakavi kanë sjellë shqetësimin dhe përcjellimin e frikës tek banorët e Dropullit. Prandaj, dhe dërgoj një apel të heshtur me qiri në dorë tek instancat shtetërore. Posvall duhet të vajtojmë edhe të tjera njerëzis që të bllokohen dhe neutralizohen hyrjet dhe daljet e jashtëligjshme në fshatet e Dropullit. Mbrojtja e hapësirës është kaos, ka qenë kjo tema e një tryeze të organizuar në Sarandë, ku në fokus ishte butrinti dhe sfidat e menaxhimit të zonave të mbrojtura. Pjesëmarrësit evidentuan kërcënimet si paksimin e sipërfaqeve buferike, projektet ndërtimore, gjuetinë e pakontrolluar dhe mbivendosjen e kompetencave institucionale që shpesh kufizon veprimin e pushtetit vendor. Shqetësimi për kërcënimin e zonave të mbrojtura ka çuar në inicimin e një tryeze në Sarandë nga Eko Albania, Respublika dhe Forumi i Media së Lirë. Mbrojtja e hapësirës është kaos ishte fokusi i këtij organizimi në Sarandë, ku në qendër të diskutimit të projektit Pamanca u vendos butrinti. Gjatë prezantimit dhe diskutimit prej pjesëmarrësve erdhën në gjetje mbi situatën kërcënuese që u vin zonave të mbrojtura për shkak të paksimit të sipërfaqes buferike, të aktivizimit të projekteve ndërtuese dhe gjuetisë pa kontrolluar. Licitacioni për zonat e mbrojtura përqendrohet te ligji për zonat e mbrojtura. Këtë e dim, pavarësisht se një pjesë shumë e madhe e ligjeve të tjera ndikon ose kanë zëvendjen e tyre kur flasin për menaxhimin e zonave të mbrojtura, si ligji për mjedisin, për kurimet ujore, për peshkimin. Ka goxha mbivendosje ligjore dhe ngërçe ligjore pafund. Nuk të them në dy raste të thjeshta, nëse kemi dhe Soraldën, është çështja e midhjes, mbrojtja e habitatit midhjes, ku në këtë çështje marrin pjesë 5 institucione që menaxhojnë. Çfarë ne kemi ngjitur zërin, institucioni është mirë që të paktën mos na era herës është përpjekur edhe të bëjmë mbulimin e problemit. Pra, ajo që unë them është nuk mundi thuar do të një Sarandjotjes, kësa milioti që nuk ekziston problemi midhjes, po të tentoshe to të linçosh një të ri që po shfaq një problematik që është e thuar që një sharlatan që po gënjen. Një projekt i cili do jetë paka shumë në kohë zgjatje, shtrire 30 muaj, dhe bëhet në partneritet mes 3 organizatash. Pjesëmarrësit sollën si shqetësim të parë realitetin e mbivendosjes së disa institucioneve në këto territore dhe shpesh pamundësinë e veprimit të pushtetit vendor për mungesë kompetencash dhe për kufizimin e ardhur nga ndarja administrative. Në tryezë u sollën edhe shqetësime që lidhen edhe me mangësitë të administrimit të liçenit të Butrintit, si dhe me administrimin e ishujve të Ksamilit. Një nga problematika më të mëdha që e shohim që përsëritet edhe në zona të tjera është pikërisht problemi i paqartësisë së kompetencave që kanë autoritetet shtetërore për ta ndarë kufirin se ku vepron njëri kur duhet veprojë tjetri. Sigurisht kjo shoqërohet me probleme të kapaciteteve institucionale, të cilat nuk kanë mundësi që të realizojnë detyrat sipas ligjit, edhe kur ato janë të qarta. Kjo pastaj shoqëruar me kërcënimet që kanë zonat e mbrojtura sidomos edhe në zonën e Butrintit, bën pastaj që të hedhim syt me seriozitet për të gjetur zgjidhje. Dhe ne këtë vlerë kemi detyrën ta mbrojmë, ta ruajmë siç e kemi trashëguar nga brezat e mëparshëm, t'ia trashëgojmë atë brezave që vinë që s'kan lindur ende madje. Dhe kështu mendoj që të paktën deri tani ka pasur përpjekje për të përmirësuar punën, por ka ende shumë punë për të bërë. Projekti Pamanca ishte në prezantimin e parë në Sarandë, duke bërë të njohura objektivat kryesore dhe rezultatet e pritshme. Në Lunxhëri blegtorët po përballen me një vit të vështirë. Thatësira, mungesa e kullotave dhe çmimet e ulta të produkteve po e bëjnë gjithnjë më të vështirë mbajtjen e tufave. Megjithatë, ata nuk heqin dorë nga puna dhe tradita që i ka shoqëruar brez pas brezi. Në zonën e Lunxhërisë, blegtorët janë përballur këtë vit me vështirësi të shumta për shkak të kushteve klimatike dhe thatësirës së zgjatur. Tokat e thata kanë ndikuar drejt për drejt në uljen e prodhimit të imtave, ndërsa shpenzimet për ushqimin e bagtive janë rritur ndjeshëm. Sipas blegtorit Nasho Mejdi nga fshati Kakoz në bashkinë Gjirokastër, i cili prej 17 vitesh merret me këtë sektor. Një tjetër shqetësim me të cilin janë përballur kanë qenë edhe çmimet me të cilat tregtojnë produktet e të imtave, të cilat nuk mbulojnë dot kostot e prodhimit.
Pjesë e blegtorisë vjetë shumë vështirë. Ke behari shumë i nxehtë behari. Tani tha cira bëndë saj. Bari po thaesh të tëra, jo dhe imi prodhimi si vjetë. Nga tha cire madhe, nuk thonë se është natyra, s'ke që bërë natyrës. Një gjekë se kemi në dorë. Kërkesa ka kërkesa, po këta baqë gjitë, po luajnë me neve, luajnë shumë. Luajnë shumë, jo njerë thonë 1100, njerë 300, njerë që të thonë. Tjetëri ndryshe. Për blegtorët e zonës e destina e dimrit pritet të jetë sfiduese. Këtu në fush. Fillojnë pjellet e larë ku i gemi në malë, edhe i sjellin pashtaj këtë poshtë në fush. Vështirë, pa dihet më është vështirë, në shira, në bora, në jashtë për jashtë, nuk ka brenda. Pavarësisht vështirësive, blegtorët e Lunxhërisë vazhdojnë të mbajnë gjallë traditën dhe dashurinë për tokën e Bagtin, por pa ndihmën e dur, frika është se kjo punë e vjetër mund të mbetet gjithnjë më shumë në harres. Prodhimi i shegës këtë vit në Gjirokastër është më i miri i viteve të fundit. Frutat janë plotësisht të pjekura dhe gati për vjelje. Fermeri Beqir Gjika, që kultivon 2 varietete shege në 2 hektar tokë, thekson cilësinë e lartë të frutit, por po përballet me sfida si mungesa e fuqisë punëtore dhe tregu i pasigurt. Prodhimi i shegës është i mbar këtë vit. Frutat janë pjekur plotësisht dhe janë gati për vjelje. Beqir Gjika është një nga fermerët më të mëdhenj që kultivojnë këtë kulturë në Gjirokastër, me një sipërfaqe prej 2 hektarësh të mbjella me sheg. Shega pothuajse është gati, ka marrë skuqjen e saj, ka filluar të plasaritet dhe është momenti tani që të këputet. Si që shikoni, prodhimi këtë vit është më i madh nga viti kaluar, gati 2 fishi. Vitet e kaluara prodhimi s'ka që në këto shifra, është shitur këtu brenda në Gjirokastër. Këtë vit shikojmë që të dalim dhe jashtë Gjirokastërës. Kjo është një varietet i rrallë, quhet sheg izraelite, është përshtatur shumë mirë me klimën, janë atë 2 llojet e shegëve, është majhoshja është dhe ëmbla. Kështu që ka njerëz që e marrin dhe e përzijnë bashkë, bëjnë majhoshen e të ëmbël, ka dhe nga ata njerëz që duan veç majhoshen, veç të ëmblen. Megjithatë, një nga problematikat më shqetësuese në këtë periudhë mbetet sigurimi i fuqisë punëtore për vjeljen, si dhe gjetja e një tregu të qëndrueshëm për shitjen e prodhimit. Ato mangësi që ne hasim janë fuqia punëtore, mos subvencionimi nga drejtoria e bujqësisë dhe tregu që hasim probleme. Jam në kërkim të krahut të punës për vjelje, diku do duhen 10 punëtor dhe do zgjasi diku 1 javë. Fermeri kultivon 2 varietete të shegës, të cilat janë përshtatur mirë me klimën dhe tokën e zonës, duke dhënë një rendiment të lartë dhe cilësi të mirë të frutit. Panairi kultar të mblodhi në Gjirokastër 20 artizane nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi. Mes tyre ishin edhe gra nga Kuksi që kishin sjell punimet me leshin e Deles Rud. Vjeshtë Arshtina që mbledh artizanet në Gjirokastër, si të tashme ka kthyer në traditë edhe këtë vit qyteti Kurt mirëpriti panairin mbarkombëtar të artizanatit. Eventi organizuar nga TIT Gjirokastra dhe Bashkia bëri bashkë artizan nga zona të ndryshme të Shqipërisë, por edhe nga Kosova, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut. Këto zonja vijnë nga Kuksi, e siç shprehen punimet e tyre bazohen në leshin e Deles Rud, traditë për këtë zonë, të cilën përpiqen ta trashëgojnë edhe te të rinjt. Tash bëjmë nga këto aksesor për Krishtlindje, për varse qilësash, dhe me thanë lloje të ndryshme, për fëmijë, për të rritur, për makina lloje të ndryshme. Hecin, për ma shumë pëlqen të huajt. Ky procesi që po bëjmë tani quhet felting dhe punohet me leshin e Deles Rud. Me këtë punim, do me thonë, mund bëjmë një sër produktesh, mund bëjmë varse qelsash, mund bëjmë edhe nga këto tapetet që janë për dekore. Për të bërë një top të tillë, sa kohë duhet? Me të thënë drejtën, mbahet një 20 minuta, nëse je, do me thonë, ja ke marrë dorën, si të thosh. Nëse je fillestare, mund shkojë më gjatë, kupton. Mirë, si themin e shqiptarët, ja ke parë hajrin kësaj pune? Po, deri diku pse jo, po. Ama vetëm se nuk ka shumë treg këtu, am kupton. Më tepër me online merremi, po ja u transmetojmë edhe brezave më të ri. Do me thonë unë këtë artizanat ja u transmetoj vajzave të mia. Më thonë dhe gjithë atyre që i njoh. Janë të interesuara vajzat në fakt apo? Patjetër, pse jo, duke parë mamin edhe ato e kanë kuptuar që vlen për diçka, am kupton.
plus që dekorojmë edhe shtëpinë tonë, domethënë. Lirie Kotarja, me vjetra mes tyre nuk ka hequr dorë nga artizanati, vazhdon të bëjë me duart e saj punime të ndryshme, të cilat rriqen më tepër nga emigrantët. Kemi shku duke transmetu, trashëgu punën e dorës artizanale, sidomos punimet e leshit. Leshi dele srut është vetëm rrethin e kuksit ajo dele. Edhe punohet shajaku, edhe felti. Shajaku është me ujë me sapun, si puna e kostumit popullor, të bebeve, edhe të mëdhejve, për veshje popullore, edhe të ndryshme me felt, dhurata të ndryshme, të gjitha çorape, disa vjeçare, 50 vjeçare, e më tepër, dhe po mundohemi që të ruajmë traditën, sepse gratë gjithmonë artizanati i rrethit kuksit ka qenë shquar, edhe në partinë e punës ka qenë me sigjade, edhe bile ka konë kushtuar edhe konga për artizanën e lumës. Kështu që edhe ne po mundohemi që brezitri, në të vjetrat, t'ja transmetojmë, që të punojnë dhe mos ta marrin si një punë që është as pak, po ta marrin si punë profesioni, që të punojnë për me kriju të ardhra për familjen e vetë. Vazhdon ti të punosh? Po, unë vazhdo vetë të punoj, unë gjitha këto i kam punuar me vek. Disa janë me dorë, disa janë me vek, janë punimet tona, të gjitha. Janë punimet tona, që i kemi punuar vetë. Unë me nusën time dhe me thëmeren, me nusën e djalit. Punaj. Dhe ku i shetti? Tani tregu në rreth në kuksit nuk është sa është në i farë, me të thonë të drejtan. Edhe ka mangësi, sepse kuksi nuk është një qytet është turistik, po turizmi nuk është shumë i zhvilluar. Por vinë turistat, vinë emigrantat, edhe marrin të ndryshme, marrin shqiponjat, marrin qarapet, marrin dhurata për shoqërinë, për farefisin, edhe na ecën puna. Panajiri u mbajti hapur deri këtë të hënë dhe u shoqërua dhe me aktivitete artistike. Ishim në minutat e ditarit informativ në RTS Gjirokastra. Unë ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm të programeve tona në vijim. Bashkë, miru pafshim.